Të gjithë në një mënyrë apo tjetër kemi shqetësime, kemi hallë brenga, kemi probleme, kemi mosmarrveshje. Adresa e vetme për me i zgjidh të gjitha këto është me u drejtue tek Allahu te bareke ve taala. Kështu që i drejtohemi çdo herë Allahu te bareke ve taala, i cili jo që të përgjigjet, po të shpërblen sikur që të shpërblen për namaz që e fal, sikur që shpërblen për agjerimin që e bën, sikur që shpërblen për Kur'anin që e lexon. A ki shpërblime, a ki sevape për këtu? Po more kje. Po vesh me u lut, i qove durt as i qove durt, ren sejdë as ren sejdë, veç mi u drejtu Zotit, o Allah, me fal mua, fali prindrit e mi, dhe të gjithë besimtarët musliman atë dite kur do të japim llogari. Veç qështu që ke thonë ti, le që të pranohet doja, po çka ke boj ibadet e ke adhuru Zotin, se doja është adhurim, doja është ibadet. Andaj vllazën, të gjithë në një mënyrë apo tjetër kemi shqetësime, kemi hallë brenga, kemi probleme, kemi mosmarrveshje. Adresa e vetme për me i zgjidh të gjitha këto është me u drejtue tek Allahu te bareke ve taala. Kështu që me lut po Zotin, me u lidh po me Zotin, me rregullu jetën po me Zotin, edhe me bindje të plot që nuk ka njeri, nuk ka melek, nuk ka gjin, apo nuk ka ndonjë krijesë që ta rregullon jetën. Absolutisht. Ajo është Allahu te bareke ve taala. Dhe ti vlen, ti ki pesh, ti ki pozit, autoritet, që shi ki raportet me Zotin, se pozita pse je i pari i shtetit, apo i pari i xhamis, kjo nuk të arrit ty çmimin, absolutisht. Pasunia jote nuk të arrit ty çmimin, bukuria jote, jeshia jote nuk të arrit ty vlerën çmimin. Po kush të arrit ty vlerën çmimin? Kush bën ty të madh që me të njoft ty bota, e me met emri yt, e veprat e tua në gjitha gjeneratat, lidhja jote me krijuesin, me Zotin. E dini që Ebu Bekri, me pas pasët të me pru këtu prezent, ndoshta për ka shëndeti ka qenë ma halligu, apo ma shëndetligu se krejt këta këtu që jenë prezent. Nuk me shëndo një që mundet me qenë ma i dëp në shëndet fizikun e tina se sa që ka qenë Ebu Bekri. Me po ku lexohet Ebu Bekri, jo tek musliman, po dhe tek jo muslimanet, njerëz mendojnë që ai ka qenë një njeri ndoshta me 3 metra apo ma shumë se 3 metra. E kush i arriti këtë pozit, kush i arriti këtë vlerë, lidhja e tina me Zotin, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që o vllazën, ka besue çdo gjë që ja ka thonë pejgamberi, pa i sjell fakte, se të na kur ti tregosh diçka, po anë në rregull, po a ka mundësi dëshish me ma argumentua, kina ja jetë, anë e hadith, pse kjo hala se ka imanin rregull, hala kjo dyshish me dyshime, e ka thonë Zotë, se ka thonë. Si kur të vorët atje, këta me gjysmë besimi, ose dyshim besimin e vetë, kur po i theta i hoxha atë, do të vinë 2 me lajke, do të pyesin ty ati të vdekurit, këto do të mja thonë gjallëve, jo dekneve, se i mor shkajtash, i dekti me dekti, gjallë me gjallë, gjematit do të mja thonë, se do të vinë 2 me lajke, o vla gjematli, e do të pyesin ty cili është Zotë yt, e cila është feja jote, e cili është pejgamberi yt, ata që se kanë besimin Zotin, edhe që s'janë bindur, është po të vetë, Allah i len dheja të ka shti, a kënina thot jo musliman, çfarë muslimani mëre? Po çfarë muslimani mëre? Qysh muslimani, a ka dyshime në këto gjona? A i tjetri, pse mos o dek në i kush, e me unë gjallë, këto kush e thët, këta që s'lexojnë për fe, se ka vëllai njerë që kanë vdek, e janë gjallë, mas 100 vjetë janë gjallë. E ku po shku në hoqë, lep në bre? Ku keni me gjithë to? Ose gjonë në i farë libre të Platonit, apo të Aristotelit, apo të Sokratit, jo e gjonë Koran, në surën e Bekare. Këshën atë një person që ka vdek për 100 vite, pas ta ja ka këthy Zoti shpirtin. Po s'ka nevoj neve na do të me thonë, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, o kërë, ma bete. Andaj, këthenu tek Zoti, edhe kryoni një bindje të mirë për Zotin, e një besim të mirë, e një mendim të mirë për Zotin, se për ndryshe, nëse kështu si rregulloni raportet, shejtani hap do dyrë tjera, e pastaj gjendja është parafërsisht
që kemi na këto, ose që kanë edhe njerëzit e tjerë jashtë vendit tonë.